Turqia ndjehet e rrezikuar ka edhe më herët për shkak të numrit të madh të kurdëve të cilët jetojnë në Iran dhe sipas një plani Turqia nëse do të shkojë deri te dezintegrimi i Iranit, Turqia do të krijojë një zonë tampon, do të futet brenda territorit iranian me qëllim që të parandalimit me çdo kusht të krijimit të një shteti apo të një shteti kurd në Irak apo edhe një autonomie për kurdët brenda Iranit, për shkak se nëse kjo do ndodhte, kjo do të kishte efekt domino edhe brenda Turqisë, duke marrë parasysh faktin se Turqia arriti një nga fitoret më të mëdha të saj, duke arritur një paqe, nëse mund ta thojmë një paqe me kurdët. Dhe nëse arritet përsëri nacionalizmi kurd brenda Iranit dhe kurdët iranian krijojnë një shtetin e tyre apo marrin një autonomi të gjerë, kjo patjetër që do të ndikojë edhe tek turqit e Sirisë, Irakut dhe të Turqisë, edhe ata të ngriten në një kryengritje përsëri apo të kërkojnë edhe ata të drejta më të mëdha apo bashkangjiqjen e tyre me shtetin kurd të Iranit. Kjo shifet si një kërcënim dhe shumë i madh i Turqisë dhe rreziku kryesor që po shqetëson Ankaran për zhvillimet në Iran. Dhe nuk duhet të harrojmë se Izraeli është një nga mbështetësit më të mëdha të krijimit të një shteti kurd në lindjen e mesme, për shkak se kjo do t'i dobësonte të gjithë ato nëse mund t'i quajmë armiqt apo kundërshtarët për dominim në lindjen e mesme, do të shkaktonte aty probleme të brendshme dhe në këtë mënyrë Izraeli do t'i avanconte interesat e saj brenda këtij rajoni. Në analizën tuaj, se me iku pak më lart për t'ju marrë një përgjigje, ju mendoni që Ali Khamenei nuk iku se nuk besonte se mund ta vrisin, ta eliminonin, apo ndoshta nuk e pranoi dikush në azil? Ali Khamenei vdiq që u vras bashku me besën e tij, dhëndrin dhe vajzën. Pra, martirizimi në ideologjinë shiite ka një rëndësi shumë të madhe dhe një rëndësi që jashtëzakonshme që lidhet me vrasjen e Imam Huseinit në luftën e Kerbelas në vitin 680 që ishte nipi i profetit Muhammed. Dhe në këtë mënyrë ai ka thirrur vetë këtë fund. Me shumë gjas, duke marrë parasysh se ai qëndroi në shtëpi kur duke ditur se nëse do të kemi një sulm të Shteteve të Bashkuara apo Izraelit, pika e parë ku do të sulmojë do të ishte atje. Dhe është për të theksuar fakti se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kishin arritur një lloj dakordësie ku SHBA do të sulmonin instalacionet ushtarake apo bazat ushtarake, kurse Izraeli do të gjurmonte dhe do të godiste udhëhecit politik dhe udhëhecit ushtarak. Pra, Ali Khamenei u vra nga bombat që u hodhën nga aeroplanet izraelit. Dhe kjo do të krijojë brenda Iranit një lloj uniteti. Një uniteti ka që nevojshëm. Po ata edhe herën e parë u kapën në gjumë. Po këtë herë besoj që ishin më të përgatitur, por përsëri nuk janë aq të përgatitur për të bërë ballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por duket se Ali Khamenei ka dashur që të krijojë një lloj uniteti brenda Iranit, duke marrë parasysh edhe protestat e fundit që ndodhen në dhjetor. Po thoni që ka menduar edhe për atë që do vinë me këtë veprim vendimshmëri. Po, për shkak se nëse dëgjojmë deklaratat e kryetarit të Kuvendit apo të parlamentit të Iranit, ai thotë se ne ishin të përgatitur edhe për të gjitha skenarët përfshirë edhe vrasjen e Ali Khameneit. Pra mund të themi se këtu kemi një lloj dakordësie apo një lloj bashkëpunimi brenda strukturave iraniane, ndoshta për të kaluar këtë sulm të Shteteve të Bashkuara me vrasjen e një lideri siç ishte vrasja e Qasem Sulejmanit nga administrata e parë Trump, me qëllim uljen e gjakrave dhe arritjen e një marrëveshje me qëllim mbijetesën e regjimit. Në fakt, po çan do tani me Trumpin, sepse me Putinin, sepse aty është konflikti tjetër i hapur, por që Trumpi ka dy prova që ka lënë. E para njërin e mori me helikopter dhe tjetrin e vrau atje. Po duhet të bëjmë një dallim për shkak se Rusia është një shtet jashtëzakonisht i fuqishëm dhe ka një nga asetet që shumë pak shtete kanë tjera, që është fuqia nukleare. Dhe nëse shohim të gjithë shtetet kur kanë të bëjnë me shtetet që kanë fuqi nukleare apo kanë armë bërthamore, trajtimi i tyre, retorika ndaj tyre është shumë më e kujdesshme se ato shtete të cilët nuk kanë armë bërthamore. Pra, armë bërthamore të shërbyer si një lloj sigurie për të gjithë liderët apo shtetet botërore. Dhe kjo është një nga rreziqet që tani mund të ndodhë në botë, ku do të krijohet një garë energjetike, një garë për armatim bërthamore, për shkak se vetmja gjë që
një pjesë të madhe të shteteve është duke shpëtuar nga lufta, apo shumë lidere që shpëtuar nga vrasja janë vetëm armë bërthamore. Çdo shtet që ka armë bërthamore ndjehet shumë më i sigurt se një shtet që nuk ka armë bërthamore, pavarësisht fuqisë së tij ekonomike, demografike apo edhe energjetike. Nga gjitha kjo unë nuk kuptova edhe nga media ndërkombëtare çfarë është bërë me planin bërthamor të Iranit. Po edhe pse kishte negociata zhvilloheshin në Gjenevë, nuk kishte një rezultat konkret. Pra, synimi kryesor i Shteteve të Bashkuara dhe deklarata e presidentit Trump ishte që të pamundsoj Iranit që të kishte armë bërthamore. Edhe përkundër faktit se u deklarua se në qershor të vitit 2025, pra vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara kishin arritur që të shkatërronin potencialin bërthamor të Iranit. Dhe tani përsëri pas pothuajse një viti del se qëllimi kryesor i Shteteve të Bashkuara është për të parandaluar Iranin që të ketë një armë bërthamore. Pra e gjithë kjo lidhet te pamundësia apo që t'i shkaktohet pamundësia Iranit që të krijojë një armë bërthamore për shkak se kjo do të nxiste, siç thashë më herët, do të nxiste një garë armatimi për armë bërthamore brenda lindjes së mesme, ku si Turqia dhe Arabia Saudite deklaruan zyrtarisht se nëse Irani do të kishte armë bërthamore, edhe ata do të konsideronin mundësinë që të kishin një armë të tillë. Do ta mbyllim me Ballkanin. Çfarë ndodh në rajonin ton, përveç rastit të Shqipërisë, që u mallat pak më lart, të një rreziku të mundshëm që ju nuk e besoni që mund ndodh, por realisht mundësitë sipas jush Irani ka. Çfarë ndodh, si mund të prekemi ne nga ky konflikt? Deri tani në mënyrë direkte nuk mund të prekemi, por në mënyrë indirekte po. Edhe gjitha kjo lidhet me një krizë të mundshme energjetike. Për shkak se duke marrë parasysh dobësinë ekonomike që kanë shtetet e Ballkanit, një krizë e fuqishme energjetike, por rritja e çmimit të naftës do të ketë një ndikim direkt në jetën e qytetarëve, por edhe në buxhetin e shtetit. E kjo mund të shkaktojë edhe krizë ekonomike, recesion global, por mund të shkaktojë edhe protesta dhe demonstrata për shkaqe ekonomike të qytetarëve. Në Kosovë nuk shikoni diçka që mund të ketë ndonjë reaksion? Jo, nuk besoj, për shkak se ka disa herë interesi i shteteve i Iranit është që të godas shtetet që kanë pasuri energjetike, pra që kanë naftë dhe gaz dhe që janë interesa jetike në lindjen e mesme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Kosova është një shtet i cili ka bazën, ku Shtetet e Bashkuara kanë bazën e Bosillit, por nuk përbën një bazë kritike e cila do të mund të shërbejë Iranit për ta detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ulin dhe të negociojnë dhe të kalojnë në një marrëveshje diplomatike dhe mosmarrëveshje që zgjidhen në aspekt politik dhe jo nëpërmjet armëve. Mund të ketë shkaktuar një çik frikë te Vučić kjo, sepse Trump po merret me gjithë këta që populli ka probleme brenda. Po, duke marrë parasysh faktin se Vučić është një diktator që nuk dallon shumë nga ajatollahët, dhe përkundër faktit se Vučić dëshiroi dhe po synon që ta përdor këtë sulmin e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit me sulmin ndaj Jugosllavisë në vitin 1999. Pra, propaganda serbe çdo herë është e aftë që ta luajë viktimën dhe ta paraqetë veten si të pafajshëm dhe të tjerët agresor, por Vučić duhet të shqetësohet duke marrë parasysh faktin se ai ka një lidhje të fuqishme me Rusinë dhe është proksi i Rusisë brenda Ballkanit, i cili synon që ta destabilizojë pothuajse gjithë shtetet e Ballkanit, në veçanti Bosnjën, Kosovën, por edhe Maqedoninë e Veriut, edhe duke marrë parasysh këto zhvillime të fundit, ai do të mendojë dy herë para se të marrë aksione apo të krijojë strategji për të destabilizuar fqinjet e tij. Megjithatë, Nefail, nga gjithë kjo ne kuptuam që bordi i paqes më duket se doli jashtë loja, apo mund të themi që si po funksionon, sepse u mblodhën për paqen atje, ndërkohë që nuk e di ai pyeti ieri për vendimin që morën për të sulmuar Iranin. Bordi i paqes ndoshta ishte një mënyrë për të blerë kohë dhe për të bërë përgatitje të nevojshme për të arritur deri te ky sulm. Dhe bordi i paqes ndoshta do të jetë shumë vështirë që të funksionojë, duke marrë parasysh faktin se shumë shtete të rëndësishme si Rusia, Kina apo shtetet e Bashkimit Evropian nuk janë pjesë e saj. Dhe duke mos qenë pjesë e saj shtetet më të rëndësishme apo ekonomitë më të fuqishme të botës, nuk mund të shpresojmë dhe nuk mund të besojmë se ajo do të ketë një rol shumë të madh për të parandaluar luftat dhe për të shtyrë paqen në botë. E fundit do ju pyesë për Bashkimin Evropian, sepse edhe në sulmin e fundit duket sigurisht ishte jashtë loje komplet. Britania që reagoi, vakët të tjera, pra BE-ja mund të themi është komplet jashtë loje.
Është interesant fakti dhe mund ta theksojmë edhe thënien e Henry Kissingerit, thotë nëse dëshiron të bisedosh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku të telefonosh, por nëse dëshiron të bisedosh me evropianë, nuk di ku ti telefonosh. Dhe kjo ndodhi posaçërisht edhe dje kur secili shtet i Bashkimit Evropian thoi se kishte deklaratë që dallonte njëra prej tjetrës, pra nuk kishin një deklaratë të përbashkët. Edhe përkundër faktit se ekziston politika e përbashkët e jashtme dhe sigurisë, po dje u deklarua se u dëshmua se secili shtet ka politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë. Pra Bashkimi Evropian më shumë është duke funksionuar si një OJQ, si një organizatë jo qeveritare, sa realisht si një organizatë e cila përmbledh interesat e gjithë shteteve të Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare të saj. Nefailo, të falenderoj shumë për këtë analizë të shpejtë për këtë ngjarje atje, por dhe të gjerë në të gjithë rajonin dhe më tej në të gjithë botën për situatën e re gjeopolitike. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit shumë.